Radhë të gjata automjetesh, lëvizje e ngadaltë dhe orë të tëra në timon. Aksi Gramsh-Moglic-Lozan-Maliq po përballet me një situatë të rënduar, duke u kthyer në një provë durimi për qindra drejtues mjetesh çdo ditë. Fluksi i lartë i qarkullimit dhe gjendja amortizuar e rrugës, sidomos në segmentin e Lozanit, ku aksi është i ngushtë dhe me dëmtime, kanë sjellë vonesa të konsiderueshme, deri në 5 orë udhëtim për të përshkruar një segment që në kushte normale do të zgjaste shumë më pak. Rruga që do të duhet të përshkojnë të gjithë drejtuesit e mjeteve të vogla që vinë nga Tirana drejt Korçës apo edhe Anasjelltas do të zgjat për më tepër se 4 orë. Vetë drejtuesit e mjeteve, por edhe pasagjerët, tregojnë për CNA nëpërmjet intervistave se situata është tejet problematike për shkak të shëmbjeve që ka në pjesën e Lozanit, por edhe të kthesave të shumta dhe gjerësisë të vogël të kësaj rruge. Përveç kohës së humbur, qytetarët përballen me lodhje, rrezik në qarkullim dhe mungesë alternativash për të shmangur këtë segment problematik. Një çift bashkëshortësh nga Durrësi tregon se udhtimi i tyre ka qenë i stërzgjatur dhe i lodhshëm. Gruaja shprehet se janë nisur në orën 17:30 nga Durrësi dhe kanë mbërritur në mesnatë në Prenjas, ndërsa sot janë detyruar të kalojnë sërish nga kjo rrugë. Sipas saj, kthimi pritet të zgjasë edhe 4 deri në 5 orë, ndërsa situata bëhet edhe më e rëndë për familjet me fëmijë apo të moshuar. Jena nisur dje në darkët mbasdite nga ora 5:30 nga Durrësi. Kena sosur në Prenjas në orën 12 të darkës. Në orën 12 të darkës, po kësaj rrugë kena. Tash jena të detyruar të ikim, po përsëri këteja se është ura duke u shembur, a shembur ne s'dim gjë. Vesh kaq na kanë me fjalë që kena hap nëpër internetin, nëpër telefon ashtu, se gjë tjetër nuk dim. Rruga e Gramshit e Maliqit si ju duk? Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Mua për veten time që unë isha në vaki, me fjalë që do vinja për vdek, unë brenda nuk vajta dot, që kisha një riun tim të afër se më zuri makina, u bëra e vdek për vete. U bëra e vdek për vete dhe nuk mezi e kam marrë veten sot në mëngjeset që kam vajtur. Si ju duket kjo situatë? Shumë e vështirë, se tash një familje që tash ka dhe me kalamaj të vegjël, kam që nuk ashtu ose ka dhe me pleq. Është shumë gjuna, por nuk e di, inshallah do bëhet më mirë. Edhe bashkëshorti i saj thekson se rruga është e ngarkuar. Qarkullimi, sipas tij, bëhet me një sens në disa pjesë dhe ka shembje e ngushtime që e bëjnë udhëtimin tepër të vështirë. Rruga shumë e vështirë, për arsye se është e ngarkuar, kaloj në një sens, kështu që është pak problem. Mbram si ka qenë? Tepër e vështirë. Natën ishte, frikë ishte se se dishin në shembje me fjalë ka vështirësi të veta. Po shpeson të bëhet mirë. Një tjetër drejtues mjeti, i ardhur nga Greqia për një dasmë në Elbasan, tregon se u detyrua të kthehej nga ky aks. Sipas tij, segmenti është i ngushtë me shumë kthesa dhe kërkon kujdes maksimal. Nga Gramshi deri në Maliq, udhtimi i zgjati rreth 4 orë. Mi ardhur nga Greqia. Nga Greqia ishim në dasmë në Elbasan. Edhe u detyrua erdhëm që nga Gramshi. Si të duk rruga? Rrugë të vështirë, do shumë kujdes. Pse e vështirë? Shumë kthesa ka. Dhe e ngushtë. Shumë e ngushtë. Sa ju zgjati që nga kjo rrugë për të mbërritur në Maliq? Nga Gramshi deri këtu janë 4 orë. Ndërsa një shofer i linjës së transportit publik shprehet se prej më shumë se 4 orësh e gjysmë ndodhet në rrugë. Ai thotë se mungesa e alternativave i detyron të përballen me këtë situatë çdo ditë. Ne kam qenë 12 pa inçerek, ora 4 inçerek, 4 orë gjysmë. Si ishte rruga? Po të shfilitë mua apo nga krahat. Po të shfilitë, s'ka më kishë, kaq nuk ka dove. Po s'kemi zhvem nga e keqja, se s'kemi alternativë tjetër. Për drejtuesit e mjeteve, aksi Gramsh-Moglic-Lozan-Maliq është kthyer në një burim stresi, lodhjeje dhe rreziku. Udhtime që zgjasin mbi 4 apo 5 orë, segmente të ngushta dhe të amortizuara, fluks i lartë mjetesh dhe mungesë alternativash janë realiteti me të cilin përballen qytetarët. Ata kërkojnë ndërhyrje konkrete dhe zgjidhje afatgjata, në mënyrë që kjo nyje e rëndësishme të mos jetë më një pengesë, por një lehtësi për lëvizjen dhe zhvillimin e zonës. Deri atëherë, çdo udhtim në këtë aks mbetet një sfidë që kërkon durim dhe kujdes maksimal.